Një arush është vërejtur në një vend parkim në fshatin Rostush duke shetitur midis automjeteve. Qent ishin shqetësuar dhe kishin nisur të lehin, pas çka ariu ishte tërhequr në pyje. Nga videoja në rrjetet sociale të xhiruar nga vendasit në Rostush, mund të shihet se bëhet fjalë për një arush të madhe. Bëhet thirrje për kujdes, veçanërisht në orët e mbrëmjes. Kohëve të fundit janë shënuar raste të shpeshta të afrimit të arinjve nëpër vendbanime. Raste ka pasur edhe në fshatrat e Malësisë së Tetovës, por edhe në fshatra tjera në Pollog. Televizioni Koha ditë më parë njoftoi për zbritjen e arinjve në stanet e Shipkovicës, ku nga pamjet shihej shkaktimi i dëmeve nëpër objektet dhe stanet. Padyshim se pas gjumit të gjatë dimror, arinjt në kërkim të ushqimit nisin t'u afrohen vendbanimeve. Ky fenomen thuhet se është si rezultat i burimeve të shtërruara të ushqimit në rajonet që konsiderohen si vendbanime natyrore të arinjve. Kohë më parë, Parku Kombëtar Malishar kishte bërë thirrje për donacione në formën e misrit dhe mollëve për shkak të rasteve të shpeshta ku arinjt po u afrohen vendbanimeve në kërkim të ushqimit. Probleme ishin evidentuar në Mavrov, ku qytetarët kishin alarmuar se arinjt po u shkaktojnë dëme në Blegtori e Bletari. Në vendin ton i pranishëm është ariu i Murm. Supozohet se janë rreth 300, por këto të dhëna duhet të merren me rezerva dhe të konfirmohen nga autoritetet. Ariu i Murm mbrohet me ligj, kurse gjuetia e këtij lloji është rreptësisht i ndaluar.